Në kuadër të avancimit të monitorimit të komunikacionit rrugor, Policia Rajonale e Gjakovës prej disa kohësh ka vënë në funksion veturën inteligjente, e cila përmes teknologjisë të avancuar arrin ta identifikojë në kohë reale kundërvajtje të ndryshme në trafik. Ekipi i televizionit Syri ka qëndruar në terren bashkë me zyrtarët policor për të parë nga afër funksionimin e këtij sistemi modern, i cili tashmë po përdoret gjatë patrullimeve të rregullta në rrugët e rajonit. Vetura inteligjente është pajisur me kamera dhe sistem të integruar që mundëson identifikimin e automjeteve që bëjnë tejkalim të shpejtësisë, parkime të parregullta, qarkullim me regjistrim të skaduar, por edhe automjeteve të raportuara si të vjedhura. Sot kemi filluar me detyrë zyrtare, jemi duke bërë monitorimin e komunikacionit me veturë inteligjente, siç e shihni, vetura inteligjente identifikon çdo kundërvajtje në lëvizje, identifikon kundërvajtjet për regjistrim, tejkalim shpejtësie, parking gabun në mënyrë të parregullt, identifikon edhe veturat e vjedhura nëse mund të haset ndonjëherë në rrugë. Është shumë efikase në monitorimin e komunikacionit, për shkak se bën identifikimin në kohë reale dhe të njëjtat ju dërgohet kundërvajtja me post pronarit të veturës. Përveç identifikimit automatik, kundërvajtjet mund të printohen menjëherë nga njësia policore në terren dhe më pas t'i dërgohen pronarit të automjetit në adresën e tij. Kjo është shumë efikase në identifikimin e kundërvajtjeve. Gjithashtu bën edhe identifikimin me foto, ku e njëjta identifikohet me njëherë, edhe kundërvajtja printohet me njëherë nga ne në veturë, edhe i dërgohet në adresë pronarit veturës si dëshmi e kryerjes së kundërvajtjes. Gjatë patrullimit që ndoqi ekipi ynë, sistemi inteligjent evidentoi edhe një automjet që po lëvizte me tejkalim të shpejtësisë. Brenda pak sekondash, kamerat identifikuan targat e automjetit, lokacionin dhe shkeljen e kryer, duke mundësuar procedimin e menjëhershëm të kundërvajtjes. Këtu menjëherë është identifikuar një veturë duke bërë tejkalim shpejtësie, identifikohen targat në mënyrë të qartë, identifikohet vetura edhe me video, kur si dëshmi që e bën tejkalimin e shpejtësisë, edhe me lokacion, dhe me njëherë të njëjtës i printohet kundërvajtja dhe dërgohet në adresë të pronarit edhe kjo kundërvajtja. Përmes lidhjes direkte me databazën policore, vetura inteligjente arrin ta zbulojë edhe automjetet me regjistrim të skaduar, duke shfaqur automatikisht dhënat e pronarit dhe afatin e regjistrimit të mjetit. Vetura inteligjente na identifikon veturën që është me regjistrim të skaduar, identifikon me njëherë pronarin e mjetit, datën nga koha kur i ka skaduar regjistrimin dhe gjitha dhanat e veturës, të cila është e lidhur me databazën e policisë dhe dhanat na jep në kohë reale. Me profesionalizëm dhe përkushtim në terren, zyrtarët policor po vazhdojnë angazhimin e tyre për rritjen e sigurisë në komunikacion dhe zbatimin e rendit në rrugë. Përdorimi i teknologjisë moderne si vetura inteligjente po konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt një monitorimi me efikas dhe një siguri më të madhe për të gjithë pjesëmarrësit në trafik.